Kjo e martë ka shënuar fazën përfundimtare të përgatitjeve për testin PISA. Drejtoria e ZVA Shkodër Brisela Kadia tregoi mbi masat e marra, si për nxënësit, po ashtu edhe për mësuesit dhe anën infrastrukturore. Tashmë jemi në fazat e simulimit, pra të gjithë nxënësit në mënyrë që të familiarizohen me testin, modelin e testit, kohës gjatjen e testit, kanë kaluar disa faza të simulimi. Jemi në fazën e dytë, që po finalizohet sot dhe pastaj do të ketë edhe një fazë të tretë simulimi, në mënyrë që secili nga nxënësit të përfshihet në një modelim provimi. Janë gjithsej 7 shkolla publike dhe jo publike të përzgjedhura në territorin e Bashkisë Shkodër. Nxënësit e grup moshës 15 vjeç do të bëhen pjesë e këtij testimi. Janë të përfshira 7 institucione arsimore në zyrën vendore arsimore Shkodër, 4 publike dhe 3 private. Dhe ndër këto 4 publike kemi edhe një shkollë profesionale, pra janë nxënësit 15 vjeçar të këtyre institucioneve, diku te 680 mbi 680 nxënës do nështrohen testimit PISA këtë vit. Nxënësit e gjimnazit 28 nëntori në Shkodër zhvilluan një testim prov, ku u njohen jo vetëm me rregullat kohëzgjatjen, por edhe peshuan njohuritë e tyre përmes testit model PISA. Ky testim është program për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve që bëhet nga ana e organizatës për zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik në vendet anëtare dhe jo anëtare të kombeve për nxënësit 15 vjeçar, e ku vlerësohen performancat e nxënësve në matematik, shkencë dhe lexim.